Ky është 40 vjeçari Aleksandër Koçeku që u ekzekutua mbrëm në Dukaqin. Ky që shihni në këtë foto është Aleksandër Koçeku, 40 vjeçari, i cili u ekzekutua mbrëmjen e djeshme në zonën e Karmës Kirit në Dukaqin pasi u qellua me një breshëri prej 25 plumbash automatiku. Mësohet se atentati ndodhi në një aks malor të izoluar dhe pa kamera sigurie, një vend i zgjedhur me kujdes nga autorët për t'i zënë prit viktimës ndërsa lëvizte me automjetin e tij. Trupi pa jetë i 40 vjeçarit u gjet nga një kalimtar i rastit, i cili njoftoi me njëra autoritetet për ngjarjen e rëndë. Hetimet e para të policisë janë përqendruar tek pista e gjakmarrjes pasi familjarët kanë deklaruar se viktima jetonte nën kërcënimin e hakmarrjes që prej vitit 2017. Kjo pasi viktima Aleksandër Koçeku është vllai i Vesel Koçekut, i arrestuar për vrasjen e 20 vjeçarit Pavlin Preka në 20 shkurt 2025. Detaje nga vrasja e Prekës. Ngjarja ndodhur në 20 shkurt të vitit 2025 në zonën e Gucis së Re, njësia administrative rrethina të Shkodrës. Burimet hetimore dyshojnë se vrasja mund të ketë ndodhur pas një motivi, një konflikt të gjatë që lidhet me dëshirën e viktimës për t'u fejuar me vajzën e Vesel Koçekut, e cila aso kohë ishte 13 vjeç. Historia nisi rreth 3 vite më parë kur Pavlin Preka kishte kërkuar dorën për fejes familjes Koçeku. Në atë kohë vajza ishte vetëm 13 vjeç, sot 16 vjeç, ndërsa Preka 17 vjeç. Kërkesa ishte refuzuar menjëherë nga babai i saj Koçeku me argumentin se vajza ishte mitur. Megjithatë, gjatë viteve në vijim Preka ka vijuar me këmbgulje për vajzën, duke shprehur ndjenjat e tij edhe tek persona të tjerë. Familja Koçeku nuk e ka pranuar, duke e konsideruar të papranueshme për shkak të moshës së mitur të vajzës, ndërsa disa herë i kanë shkuar fjalë se çfarë thoshte viktima. Sipas hetimeve dyshohet se mëngjesin e 20 shkurtit Claudio Lisaj, i njohur i viktimës dhe i familjes Koçeku, e ka nxjerr Pavlin Prekën nga banesa e tij në Guxi të Re. Më pas, sipas dyshimeve të prokurorisë, Vesel Koçeku e ka qelluar me armë zjarri duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Trupi pa jetë i 20 vjeçarit u gjet disa orë më vonë nga familjarët pasi ai nuk u përgjigj thirrjeve telefonike. I afërmi i tij, konkretisht xhaxhai i viktimës, u tha autoriteteve që Pavlin Preka nuk kishte pasur probleme me njeri dhe se jetonte i qetë dhe pa trazira mes Shkodrës dhe Dukaqinit. Hetimet për vrasjen e Pavlin Prekës vijojnë me qëllim zbardhjen e plot rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Shkodrën në 10 muaj më parë.